Deklarata e kryeministrit Mickovski se një pjesë e madhe e shfrytzuesve të shtyllës së dytë pensionale do të zhgënjehen dhe nuk do jenë të kënaqur me atë që do të shohin në llogaritë e tyre, ka friksuar dhe zhgënjyer shumë qytetar, të cilët kanë reaguar te opozitaria LSDM. Lideri i partisë Venko Filipçi pyet se çfarë fshihet konkretisht pas deklaratës së kryeministrit, i cili ka thënë se i vjen keq dhe se shtylla e dytë pensionale është vendosur kot. Se поставува прашањето дали премиерот има намера преку државните механизми да интервенира во тој буџет во кој што луѓето си уплаќаат за да имаат доволно пари за деновите годините во пензија и на тој начин да го оштети. Значи луѓето се исплашени дали воопшто сега ќе ги добијат тие пари назад и што точно се крие zat izjavata na premierët. Kryeministri Mickovski në podcastin Ku janë parat tha se nga perspektiva e sotme kjo shtyllë nuk është e sigurt se do të jep rezultatet e pritura dhe paralajmëroi se një pjesë e madhe e shfrytzuesve mund të mos jenë të kënaqur me atë që do të shohin në llogaritë e tyre. Kryeministri foli edhe për disa nga idetë që po shqyrtohen për reforma në sistemin pensional. Është diskutuar mundësia që pensionistët e ardhshëm fillimisht ta shfrytëzojnë plotësisht kursimin nga shtylla e dytë dhe më pas të kalojnë në marrjen e pensionit nga fondi, me çka fondi shtetëror do të kishte hapësirë për stabilizim. Se po rritet hendeku në sistemin pensional shtetëror, kanë paralajmëruar edhe revizorët në raportin për punën e vitit 2024. Ata kanë konstatuar se deri në fund të shkurtit të këtij viti, fondi kishte borxh edhe 136.4 milion euro për sigurimin shëndetësor të pensionistëve, ndërsa ndaj fondeve private pensionale kishin mbetur kontribute të pashpërndara në vlerë prej 42.2 milion euro. Por nga fondi pensional qetësojnë se nuk ka arsye për panik te pensionistët. Qytetarët dhe pensionistët duhet të jenë të sigurt se stabiliteti financiar i fondit, pagesa e rregullt e pensioneve, funksionimi i pandërprerë i sistemit pensional dhe sigurimi i vazhdueshëm i të drejtave shëndetësore të pensionistëve nuk janë vënë në pikpyetje. Rritja e këtyre detyrimeve është pasojë e drejtpërdrejtë e rritjes historike të pensioneve në shtet. Me vendimet e marra gjatë periudhës së kaluar, pensionet janë rritur nominalisht për rreth 7.000 denar në muaj për të gjithë 347.000 pensionistët. Në raportin e revizorëve është theksuar edhe varësia e fondit nga transferet buxhetore. Në vitin 2024 ato kanë marrë pjesë me 36.71% në të hyrat totale të fondit dhe brenda një viti janë rritur për 4.14%. Revizioni ka theksuar edhe përkeqësimin e raportit për një pensionist ka 1.63 të siguruar, ndryshe nga më parë ku raporti ishte 1 me 1.70.